Wow, sinqerisht galla. Mirë me ngjesi goca, mirë se erdhet në vlog mas nëmër 3. Day 3 Shqipra, ose anglisht 3. Unë sa erdha që dërgova Adrianën, pra da kisha vesh rrugunën, po jashtë, sinqerisht, frynjere, ftohtë. Tani thuash që është poshtë 10 gradë nuk është, me thënë tani që hyra 12 gradë është. Por është shumë erë, na griu. Edhe e ka dhënë me shi, po në qoftë se pushon era, patjetër që do bjeri shi, por dua që të fry pak herë, pse që të më thanë rrobat. Kam akoma rroba full keteli, kam akoma lavatrice për të vendos, edhe them që sot jo, as nesër jo do ta heq hekrin fare, sepse kam shumë të vështirë, po do t'i marr, do t'i palos mirë e mirë. Pastaj patjetër rrobat që do ikin gocat për në shkollë, do t'i hekuros, ndërsa unë për vete gjithmonë mundohem që t'i blej rrobat me fjalë që mos të duan shumë hekër, pra shumë pak. Kështu e kam unë atë tipin. Çfarë do bëjmë tani? Do veshim një fustan të trash, na mori Silën telefon, po ikën te kafja. Edhe do veshim fustanin e trash. Do ja tregoj, është ky fustani Teddy. Është ky këtu. Ju e keni parë. Wow, sa dritë më lëshon. Drita lart se jam si për dritës tani. Edhe do me thënë po shkëlqej fytyra sepse para se të dërgoj Adrianën e lyva me krem fytyrë, patjetër e lava mirë me xhelat e mi që laj unë. Tani shkëlqen, tani do t'i bëj një make-up kështu shumë të thjeshtë, pakon që morëm domethënë dietë, ta provoj një herë. Nëse nuk më pëlqen do ta kthej. Nuk e di po mendoj, Margita thotë merr Dyson më mirë, e di që do presim disa kohë. Do kem shumë shpenzime tani fund vit vetëm për këtë. Nuk mundesha dot me fjalë me blej kaq shtrenjtë, se më duket shumë shtrenjtë. Nëse ekonomia e shtëpisë varet nga unë, patjetër që duhet ta shtrëngoj, domethënë, ta provoj apo jo. Apo ta lej siç është edhe ta kthej. Edhe po mendosha ta marr një makinë, të marr edhe letrën, domethënë, kas fiskale për ta kthy, ta kem një, nuk e diet. Edhe të shikoj çfarë ta bëj. Edhe të shikoj mirë tek Dyson me s, se thash keq. Se si do na duket. Sepse mua më duhet dhe një telefon. Argitës i duhet telefon. Janë shumë shpenzime. Më duken skandal. Unë nuk e di pse e vesha këtë, do bëj pak make-upin. Flokët mirë janë. T'i vejmë pak syzet, se do na qëroj era. Ja, kështu thjesht do jem domethënë sot fare, ja. Ky fustani e keni parë shpesh, të mban val ngrohtë. Val ngrohtë, është super. Tani nuk e kam treguar që kam bler një palë atlete të reja, ka shumë ditë, por i kisha në kuti, kam nxjerr ditën e dieshme, mbrëmje dje, ditën mbrëmje. Edhe do t'i vesh sot me ato atletet, jo me çizme, nuk i vesh me çizme sepse nuk e di pse, nuk ndihem rahat dhe ky nuk shkon shumë me çizme. Okej, atëherë shikoni pak, jam mirë apo t'i heq. Unë i pëlqej shumë syzet si aksesor, por jo aq shumë sa të shmendem, sepse nuk ma duron dot syri, domethënë. Syri im nuk mundet dot ta mbaj shumë syzen, ju a kam thënë, shumë pak e mban. Domethënë kur ka shumë diell, po. Atëherë çfarë doja t'ju tregoja? Doja t'ju tregoja për këtë unazën, do t'i heqim çik, do t'i vendosim pastaj.
Unaza, që kjo është një unazë që ju e kam tregu, këta e ka bler Fatmir ku kemi qenë të fejuar, por unë isha në Shqipëri atëherë dhe aje bleu këtu, do me thënë pa e marrë matën e gishët, vetëm me sy, është i prefët në matematikë, edhe kur e ka sjellë, do me thënë që e kam vënë ditën e fejesës, nuk ma ka tregu, fiksa, ditë që kemi bërë fejesën, kur e ka vendosën gishë, do me thënë, rrinte fiks. Atjeri ka rënë guri, unë e rregullova një herë këtë para ca kohësh, në duket 2 vjet ka, dhe tani me duhet shkoj pse, sepse guri në një krah, ju qa dhe qa bë kur i qahet, në një krah guri, ajo bie. Nuk qëndron me tek vendi vet, kështu që më duhet ta marr një herë dhe të shikoj. A do kem kohë që të shkoj, do me thënë atje, sepse është pak poshtë, edhe është më vështirë për parking, e nuk e di çfarë do bëj, po do ta marr një herë. Pim kafen. It's coffee time. Edhe atletet, janë këtu. Këto janë atletet. E gesin e kanë vetëm këte, po. Thash atletet e gesin nuk i ndroj me asnjë palë të tjera. Kështu që do veshim këto atletet. Do ikim se na e ka porosit Silvia kafen. Dhe, ja. Do me thënë as geta, as e gjë, sepse ky nuk do geta, se në gjitë të getat. Edhe këto janë edhe atletet. Mendoni që ngjyra e kam vë, akoma nuk më ka ik nga nxirja. Jana pas ka shku 13 gradë. Ja. Tani do presim që të ngrohet pak. Atëherë çfarë doja t'ju thoja, kur ka qenë dita e parë, Black Friday, unë kam një video që kam qenë domethënë nëpër dyqane tek Zara të gjitha që mora disa gjëra tek Bershka, tek Stradivarius, edhe në fakt nuk e kam vendosur, nuk e kam futur domethënë në këto vlogmaset. Dhe po mendoja që të vendosja, kështu që do t'jetë dhe një pjesë që kam qenë domethënë nëpër dyqane. Do ta vendos te ky vlogmas derisa të shkoj të pi kafen. Erdha këtu te kafja, tani do ulem çik ta shijojmë çik kafen, pa disa dori, do me thënë me orë dore, as një gjysmore jo. Imagjinoni sa shpejt ikën një gjysmore. Kaq, pik. Erdhe një xhiro tek Hemeja, edhe këto janë këto fustane të kuqe, edhe nuk e di do me thënë më pëlqejnë shumë, por nuk e di se sot është dita e parë Black Friday dhe shikoni pak nuk ka prit, nuk ka ulje, është 18.99, do me thënë, nuk e di. Do kenë, nëse kanë etiketat kuqe atëherë janë me ujë. Kjo është shumë bukur. Mua më pëlqen me këmishë poshtë. Këtu jemi tek Bershka. Po çka ka nxjerr kjo Bershka, o zot. Me temina. Këto më t'i vendosësh edhe tek bluzet, tek sipër, do me thënë, tek fundet, tek pantallonat që ndal modën. Po shumë ngjyrë e zezë, do me thonë, shumë e zezë. Unë nuk jam shumë fort tek e zeza. Ka dhe ngjyra, tani këte i ka fut pak lela, pak bordeaux, pak të kuqe, i ka përzier. Këto pantallonat më pëlqejnë shumë këto pantallonat klasike, por copa është shumë e ngurtë, nuk i dua kaq të ngurta. I dua të jenë shumë të lehta në trup. Çfarë më pëlqeu këtu tek Bershka, shkoni pak çfarë kam bërë këtë shumë bukur. Shkojmë nga ky krah. Country. Wow, kam bërë shumë bukur.
Tani jemi tek Zara. Kotja fusi se nuk është që ka ndonjë ullje kush e di po hec. Tani këto pantallonat që janë tani në mod, ta me thënë janë shumë të bukura, shikoni pak me këtë qepjen me kastia nga brenda. Janë 50 euro. Ajo që me pëlqeja është kjo palto gun, do me thënë me këtë ripin. Tani këto lëkur nuk janë, po në kelit. Edhe do doja shumë që të vishe nga të dy anët, duke i qenë që është e kushtueshme, dhe shikojmë sa është. Është 129. Po me thënë, nëse do kushtoj 129, është shumë mirë, okej. Se Zara është, nuk është kush e di Zara, por ka lëkur nga brenda. Do me thënë, ne kam një xhup kafë si ky, jo xhup pellush, por shkurtër. Ai kafi bezhi që pa të marrë para të kosh. Nëse do vishej nga të dyja krahët, sinqerisht ja vlente. Është shumë i bukur. Ja. Nga tek dyqani me ëmbëlsira që e afroj, do marrë një dy ëmbëlsira. Do shikojmë për Ekimek, shikoni pak çfarë bëjnë. Si fillim, do me thënë erdha në shtëpi, do më duhet shkoj të bëj pazaret e fruta, perime, zërzavatit e freskëta. Ardriana sot është në shkollë deri në drek. Kur erdha, shoqja ime, Elsa, më merr gjithmonë kur shkon, sa ajo shkon para meje në pazar, unë shkoj më mbrapa, shkon në mëngjes. Ka marrë hurma, do me thënë. Gjithmonë merr hurma, sidomos tani qersina, ose ç'a të ketë ndonjë gjë tjetër, edhe ma var atje tek dera, jashtë. Ja, shoqet, maj me hurma, me fruta të mira. Atjera, ç'a të ju tregoj? U ktheva, tani që u ktheva në shtëpi, ktheva në qendër dhe mora ëmbëlsira. Ngorth për ëmbëlsira, megjithse kam shumë dëshirë, dua që të vej një program që të bëj ëmbëlsira, por koha më e madhe është në mbrëmje. Kështu që drita aspiratorit që kur më zhdjek s'kam vendos tjetër se kam harru. Kur isha duke ardhur rrugës, nga që frenojnë gjithë makina, do me thënë, edhe unë isha me pak shpejtësi dhe kur frenoj, siç ishin kutia, të gjitha këto, sinqerisht, nga sendiljet që ishin, ranë gjitha poshtë, te tapiceria makines, edhe kur parkova tani këtu ke shtëpia, mu desh që ti mlidhja një nga një, kishin një kutiet po sendiljeve. Edhe nuk e di se qysh unë doja t'rregoj, po mos u tremni, tash më duket se ajo vajza atje ka fut një kuti shumë të vogël. Nuk e di pse e ka fut kaq të vogël këtë kutin. Atëherë, qa ka bërë? Ka ngatëruar ëmbëlsirat, do me thëmë. Unë i kam kërkuar galaktobureko që është byrek, është brenda, është i rumbullakët, është shumë i bukur. Do me thënë si që pat në video, me kadaif sipër, shikoni pa. Më duk dhe kutia shumë e vogël, sepse ato ishin kaq të mëdhaja. Shikoni çfarë ka fut. Pra, nga që besoj dhe jenë vajzat të reja që sa po kanë fillu punë dhe më kanë ngatru këtë, do me thënë. Po tani. E kanë ngatru? Kjo s'është galaktobureko. Galaktobureko këtu quhet, do me thënë, byrek i ëmbël, qumshi. Me qumësh i ëmbël. Është me krem në fakt brenda, prandaj. Mirë pa ai, nga që ishte poshtë, galaktobureko ishte poshtë, sipër edhe brenda ka krem, edhe sipër ishte i rumbullakët me kadaif, pra si që pat në video. Gabim, goca, vajza që ka fillu, do ketë fillu punë, ndoshta tani dhe ka ngatërum. Nejse, do ta ham, kështu që me shërbet janë, sepse ëmbëlsirat që ka marrë, do me thënë, tek këto ëmbëlsira, tek kjo dyqani ëmbëlsirave, i ka marrë nga ato që janë me shërbet, të shërbetosura. Kjo është nga Fregjo, dashuria ime Fregjo, sepse Fregjo bën shumë të mira. Qa bën të mira Fregjo? Bën ekmek. Kjo në fakt do thik, edhe sinqerisht kjo pas ka kullu një herë, sepse është për plas.
Tani se ku shka kullu nga këto? Jo. Është këtë Kerliu. Ai si dyqan ëmbëlsira, është që s'është i keq, është shumë mirë, po duke fut gjithmonë vajzat e reja në punë dhe nuk e din mirë. Nejse ka kulluar, domethënë. Kjo do ketë kulluar kur është rrëzuar, tani mos i vjen faj, se dhe unë nuk kam atë tipi që t'i vjen faj njerëzve. Atëherë. Ky është galatobure ndryshe, domethënë ky këtu, ka te Kerliu, që unë e haja shumë, fatmiri se do. Jemi kundra me ëmbëlsirat, vetëm baklavan kemi të njëjtë, po dhe baklavana i nga shumë. E nuk e keni iden se si u bëra, domethënë, gjithë shërbet. Do tavolina u ngjit këtu. Aj. Vras gisha për çfarë? Se portoj guzhit marrë një thikë, domethënë. Tani, ja si e kanë bërë. Pra ekmeku, më përpara ishte me copa, domethënë, si që priten në ëmbëlsirat katrore, tortave, kurse këto tani e kanë ndryshuar, e kanë bërë me këto plastike. Kam lënë ledin hap nga mbrapa. Ja, çfarë mora? Ja, mora edhe këto për t'i varë t'i këpema, po i kam lënë këtu që t'i varë Adriana. Unë në fakt i kam porosit nga interneti disa, po nuk më kanë ardhur, kështu që detyrova mora 4 copë nga këto. Wow. Maj këto të dyja? Atëherë kam vendos robet në dollap, edhe doja t'rregoj domethënë që kur i mora robet, kam vendos këtu. Edhe doja t'rregoj, mora këtë fustanin, duke qenë që ky fustani është material i trikotuar, i bardhë, shikoni sa i bukur, hapet, edhe ka dhe këtë grykën në këtë mënyrë. Nuk është, domethënë, shumë i gjatë dhe shumë i shkurtër, po goxha, mund të jem 4 gishtë si për gjurit, me sa e pash, edhe më pëlqeu prerja këtu në fund, që vjen si veref, që është për të vesh me çizme, flokët mi mori era, se fry shumë erë jashtë, se isha dhe te balkoni. Atëherë, ky fustani, pra, e treguam, do i veshim herët e tjera, do t'i veshim. Pantalona lëkure janë straordinarjes dhe kanë materialin që më pëlqen, që është i butë nga brenda. Këto janë në ngjyrë, mund të theme, bordo errët me kafe për zier, duke qenë që të zeza kam që në elastik të këndët. Thash këto kanë një prerje shumë të bukur për me çizme të shkurtra. Edhe këto ikën. Ka marrë edhe për Fatmirin, në fakt, po nga që i ka vesh, edhe nuk i kam, domethënë nuk mund t'ja t'rregoj dot. Është kysh ka pantallona të shkurtra, po është në fakt, është një numër që i bën dhe argitës, por me çizme të gjata, siç i kam unë dhe me çorape të gjata, domethënë për mua do njëte shumë bukur edhe me me gunën e gjatë, me pallton gri, domethënë super. Është një numër që mund më bëj edhe mua, kështu që mund ta marr në ndonjë xhiro ndoshta me çizme dhe me çorape të gjata, po duhet vesh diçka të gjatë. Në mbrëmje kur pim diçka, gjithmonë këto që janë pak të shkurtra shumë më shumë i vesh me Fatmirin, edhe me shoqen time, kur jemi të lira të dyja dhe kemi dalë për qefin tonë që mëngjes, po i veshim, por thash me pallto dhe me gun të gjatë. Kishte këtë çarën shumë të bukur, por është me pantallona të shkurtra poshtë. Okej. Nxjerrim dhe gunën e argites, këtë i mora argites, një gunë të zezë që e donte me elastik poshtë, është edhe kjo. Ja ku është. Ishte shumë e bukur. Është kontrasti i dritës që bën. Edhe me këtë kukulen me kapucin. Edhe këto ishin ato që unë kisha bler, dhe ajo që doja t'i thoj edhe që jemi në videon tjetër, dhe unë do më duhet të gatuaj makarona me kima, me mish të grirë, dhe ajo që çfarë doja t'i thoj tjetër, do t'ket një vlog me gatime, prandaj dhe unë nuk mund fus në çdo vlog gatime, sepse vlogu del shumë i gjatë, koha, domethënë, nuk është që premton shumë e shkurtër, kështu që kaq. Kështu që do të shihemi nesër. Mirupafshim.